Edhe pse Big Brother Albania ka mbaruar, nuk ka mbaruar komentet që bëhen për këtë edicion i cili ka qenë shumë i zhurmshëm dhe shumë i larmishëm në numrin e personazheve që ka bërë pjesë. Së fundmi, më saktë sot, është Laertia i cili në një intervistë televizive gjykoi dhe le të themi dha një mendim për fitoren e Gjestit. Ai tha që është një analfabet funksional, duke dashur që të ulë le të themi fitoren e tij. Por le ta marrim pak shtruar. Çfarë është Big Brotheri në thelb? Çfarë është loja e Big Brotherit? Loja e Big Brotherit është pikërisht atë që ka bërë Gjesti, që i ka dhënë të gjitha, ka dhënë humor, ka dhënë provokime, ka dhënë situata, ka mbajtur të mbërthyer publikun, ka bërë që banorët i nxjerrin në të keqin e tyre, ka bërë që banorët të dalin me zarfa të zi, ka bërë që në shtëpi të flitet për situatat e tij dhe që banorët të kapen tek ai për të kapur prajmin. Në të kundërtën, Laerti tha se unë nuk e gjeta veten në atë shtëpi. Në atë shtëpi, kur java nis me buxhetin, pra se çfarë do të marrim, speca portokalle, mandarina e çokolata, sigurisht edhe situatat në brenda kësaj shtëpie, në këtë kuadër të kësaj le të themi analize apo të këtij lloji fjalori do të jetë edhe brenda asaj shtëpie. Big Brotheri nuk është dhe nuk do të jetë kurrësi një arenë e luftimeve, le të themi, apo e ndeshjeve të intelektualëve, pasi pjesë e Big Brotherit janë personazhe me larmishmëri dhe me karaktere të ndryshme. Më së shumti janë të një niveli mesatar dhe nuk janë le të themi shkencëtar që të bëhen pjesë e një formati, pasi në të kundërtën edhe trajtimi apo edhe emërtimi apo edhe formati i veti Big Brotherit do të kishte një koncept tjetër. Ndaj edhe një herë tjetër, kjo mënyrë apo kjo gjuajtje për të ulur Gjestin nuk i bën ata më të ndritur, pasi nëse do të ndalemi tek loja e Laertit, ai ka bërë gabime trashanike në atë lojë. Është Laerti ky i cili u ankua që nuk gjeti nivelin e tij në atë shtëpi, por duke ditur se si është Big Brotheri, ai e dinte mirë vendin ku po shkonte, por e zbuloi që në Big Brother erdhi për të siguruar një banesë. Pasi në këtë intervistë që ai flet, tha që banga ka probleme dhe tenton ta marrë. Një koment më pëlqeu në rrjetet sociale, ku u tha që Gjesti 24 vjeç punoi me shpirt dhe arriti dhe fitoi për të ndihmuar familjen e tij. Dhe Laerti, një intelektual, një aktor i madh, 50 vjeç nuk paska një banesë. Ky koment i thotë të gjitha. Nga ana tjetër, ky intelektual dhe aktor i madh si Laerti, i cili flet le të themi për parime dhe për nivele akademike të larta, që nuk i prekun atë shtëpi pasi u ndje le të themi bosh nga ignoranca apo nga analfabetizmi apo nga le të themi njerëz që nuk kanë një kualifikim më të lartë se sa ai apo se sa ai, më lëni të kujtoj disa situata që Laerti për mua ka dalë më keq se askush tjetër aty. Ky Laerti ka provokuar dhe ka prekur veten e tij në pjesët e poshtme ku fliste me Gertën, pra një sjellje që nuk i shkon një intelektuali apo dhe një aktori me fromimin që Laerti tregoi në atë shtëpi sipas tij. Nga ana tjetër, një intelektual si Laerti nuk thot fjalën që Gjesti duhet vrarë, pra nuk përcjell mesazhe për dhunë dhe për vrasje. Një Laert nuk hedh blasfemi apo nuk hedh urrëtie apo përçarje në fe, siç tha që Allahu Ekber e thon personat që presin koka, pra e lidhi fen me terrorizmin. Këto janë gabime që nuk falen dhe nuk i ka bërë Gjesti, ky njeri i pashkolluar dhe analfabet sipas Laertit, por i ka bërë ky Laerti, ky shkollar i madh që në atë lojë heci jo me votat e publikut, por me mbështetjen e grave dhe ndoshta edhe me mbështetjen e produksionit. Nga ana tjetër, Laerti ka dashur që të hedhë një lloj përçarje midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës në debatet e le të themi me tone të larta që kishte me Gjestin. E Gjesti nuk e ka bërë këtë gjë, nuk e ka luajtur kartën e nacionalitetit apo të qenit patriot. Nga ana tjetër, nuk më pëlqen kurrësi e gjithë kjo frymë e njerëzve që po dalin tani më dhe duan që t'i ulin le të themi fitoren Gjestit, por shifrat fenomenale, shifrat rekord nuk i lën dhe nuk do të bien kurrësi, pro e këtyre paksa mendimeve të cekta nga njerëz ndoshta keqdasësh me një zemër të keqe, e duke qenë tek zemra dhe tek shpirti, Gjesti nuk ka pasur kur një zemër të keqe apo dhe një shpirt të ligë, siç e kanë pasur disa prej këtyre banorëve, përfshirë dhe Laertin, pasi e kemi parë mënyrën dhe qasjen se i ka reaguar në situata të caktuara brenda së shtëpie.
E përsëris edhe një herë, të gjithë i japim mesazhe dhe jemi pro shkollimit, pasi është një derë që e bën njeriu më të artikuluar, më me horizont për jetën, më me dije e përgatit atë për situata apo le të themi për rrethana të ndryshme në jetë dhe jep atit një profesion. Por nga ana tjetër, nuk duhet ta mohojmë dhe duhet ta themi sa herë që të na jepet mundësia që Big Brother nuk është një arenë akademikësh, por është një arenë e personave, e personalitetit, se sa i fort je ti për të përballur dhe për të krijuar lojra, për të krijuar dinamika, për të qenë i fortë, për të mbijetuar, më së sakti, më së shumti. Kjo është edhe termi edhe le të themi për kufizimi i dur i Big Brotherit, sa do mundesh ti mbijetosh çdo lloj aleance që bëhet në atë shtëpi, çdo lloj intrigi që bëhet në atë shtëpi, çdo lloj pabesie. Sa e mban ti publikun të mbërthyer me lojën apo dhe me situatat që krijon. Këto janë le të themi faktor që Gjesti ka pa diskutim në nivele më të mira se asnjë banor tjetër aty, ndaj dhe populli shqiptar e votoi masivisht dhe e pëlqen dhe shpalli atë fitues. Nga ana tjetër do të kaloj te Egli, edhe pse në heshtje ajo po flet shumë me veprimet e saja. Ajo ka marrë sopatën dhe po heq personat që ndiqte më parë në rrjetin social Instagram, e duke qenë që vëmendja është maksimale me disa edhe Gjesi se çfarë po bëjnë ata si çift, nisur edhe nga fakti që brenda kësaj lidhje është futur edhe familja e Gjesit, pasi është komentuar shumë që nëna e tij pati një takim të ftohtë më ndjemal edhe paksa arrogant ndaj Eglit. Egli ka hequr nga Instagrami dhe nuk ndjek motrën e Gjestit. Edhe pse kur doli aso kohë në ditë nga shtëpia e Big Brotherit, u përfol se mund të kishte një takim midis tyre dhe ajo e ndoqi në Instagram, tani më nuk e ndjek më në Instagram. Sigurisht që kjo ndoshta mund të jetë edhe një mënyrë për të zgjuar lajm këto ditë që le të themi nuk kanë se si ndoshta ta mbajë të mbërthyer publikun apo të shkaktojë le të themi viralitet në rrjetet sociale, dhe është një mënyrë për ta treguar, ose ndoshta raportet midis tyre janë të ftohta, mund të kenë pasur bisedime, por kjo do t'i tregoj koha edhe do t'i sheshoj edhe do të tregoj le të themi një të vërtet që intereson rrjeteve sociale dhe media së roz. Por një këshill do të kisha për Eglin, nuk duhet t'i heqësh ata që të kanë mbështetur, ata si unë që kanë folur për ty, kur të gjithë të kanë gjynjëzuar dhe të gjithë kanë dhënë një arsenal me epitete dhe me fjalë të frikshme për ty, duke të quajtur skizofrene, përndjekse, manjake. E unë jam një nga ata që i kam kundërshtuar këto fjalë dhe të kam mbrojtur, por gjithsesi është një zgjedhje e jotja personale. Këto janë situata pas post Big Brotherit, e sigurisht do të vijoj në ditët në vijim. E kur jemi në ditët në vijim, Gjesi do të ketë performancën e parë, 25 prill në Tiranë, e sigurisht të gjitha biletat janë të shitura. Aty do tregohet një herë mirë që publiku e do dhe do të jetë me atë në atë klub për ta dëgjuar dhe për të shijuar të gjithë performancën e tij.